Bremën e djeshme në shtëpinë më të famshme në Shqipëri, 4 finalistët kanë folur për njëri tjetrin, sepse ata nuk duhet ta fitojnë përveç tyre. Vllai i madh u kujton 4 finalistëve se ky është një moment reflektimi për ta parë lojën e tjetrit me sy kritik. Gjithashtu, është një provë tjetër i sinqeritetit dhe guximit për të folur hapur. Për Laertin, Egli tha këto fjalë: "Ti je një njeri shumë i formuar dhe arrir në jetë, artist, por mendoj se ky nuk është Laerti në 100% e vet, pra totalisht i lirë, pa një barrierë, pa një fasadë. Loja me Valbonën ta kam thënë dhe më përpara, nuk po ta them sot, nuk mendoj që ke ndjer vërtet i thuash të dua, po të kesh diçka me të jashtë kësaj shtëpie, diçka serioze." Pastaj dhe fakti si ndodhi puna e nominimit. Loja me Rozane mendoj që ka qenë një lojë strategjie për të bërë të gjitha debatet deri ditët e fundit. Nga ana tjetër, për Rozanën, ajo kishte fjalët se kishte përdorur miqtë e saj më të afërt, ose të paktën që i njihte nga jashtë, për t'i pasur afër dhe më pas për t'i sulmuar, ndërsa Rozana është atharuar dhe është kthyer menjëherë në debat. Kur erdhi te radha për gjestin, ajo deklaroi se ai ka pasur shumë kontradikta, duke thënë diçka tjetër dhe duke bërë diçka tjetër. Se kush do ta fitojë na mbetet vetëm të presim.